Zotri Ismet. Përshëndetje, Zotri Hashani, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje juve dhe shikuesve tuaj. Ishte interesante që në Kamenic, në raportin e policisë, patëm 3 lajme të një pas njëshme sa i përket sulmeve në për xhami. Pra, ku ishin këto xhami dhe çfarë u vodh? Fatkeqësisht po, domthonë janë 3 raste të ndara në 3 lokacione të ndryshme. Në fakt të 3 raste të neveritshme sepse është prek në objektet e kultit. Rasti i parë është raportuar nga fshati Shqipashnice Ullët, ku një person përgjegjës e ka njoftu policinë e Kosovës se përmes kamerave e kanë pa një person të dyshimt, i cili me forcë e ka thyer një kasafort ku ndodhen parat e dhëna si donacion për xhamin e këtij fshati. Dyshohet se aty kanë qenë dikon rreth 300 euro, para të metalta, gjërsa policia e Kosovës me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, e ka thirrë prokurorin e shtetit dhe nga ana e prokurorit janë të autorizuar që ta hetuajnë rastin dhe i dyshimtit të sillet para organeve të drejtësisë. Edhe në 2 raste të tjera, po ashtu kemi pas raportime se në fshatin Topanic dhe në fshatin Rrogoqic, që të dyja fshatra të komunës së Kamenicës, ka pasur tentim vjedhje dhe ka mbetur fatmirësisht vetëm në tentativë, pasi që të dyshuarit nuk kanë arritur që të marrin asgjë nga xhamit, edhe pse dyshosi kanë thyer kasafortat dhe cak kanë qenë kasafortat ku ata kanë besuar se mund të gjejnë para të gatshme. Policia e Kosovës për këto 2 raste e ka njoftuar prokurorin e shtetit dhe po punohet intensivisht që këto raste të rënda dhe raste të neveritshme themi janë të hetu intensivisht nga ana e policisë Kosovës në koordinim me prokurorin e shtetit. Faleminderit shumë, faleminderit për gjitha këto informata. Kaloni mirë. Ditën e mirë. Faleminderit edhe të gjithë juve që qëndruat me ne. Ne sot folëm pak për Rahovecin, nesër do të flasim edhe për tema të tjera, për zhvillime që ndodhen në vend. Natyrisht javën e ardhshme do të kemi një komunë tjetër për të diskutuar në studio. Ju vazhdoni të qëndroni me këtë vend dhe mirëmbëjtje.